Zona të Lovicës, sidomos në Maleca e Kolajaka e Sipër, që është një problematikë që lidhet me hidrovorët. Ka 8 vjetë, paktën që mbaj mendon që ne kërkojmë një investim që sepse ka rrallë toka dhe hidrovorët ka dhënë vini vetë. Nëse nuk do investohet në atë hidrovor, ne nuk kemi, jo vetëm që s'kemi që i bëjmë se do në farë. Çfarë hidrovori është? Hidrovori i Trovicës në Banzare. 8 vjetë është bërë projekti që je edhe i Junis. Janë hapë pothuajse gjithë sistemi kanaleve kullusë në Trovicë, nuk ka gjithë gjohë për të bërë nga bashkia dhe nga partikullimi. Çka kanë qenë kanalet e para, kanalet e dyta, dhe treta nuk ka gjithë gjohë për bërë, por ajo nuk të reqë. Nuk të reqë për shkak të hidrovorit. Hidrovori është jashtë funksioni, gjërë në bosh, sepse është lartë. Toka Karanë është lartë. Është një problem që duhet të zgjidhet. Kemi pas problem në Grasht, në Zojs, në zonën e Zadrimit, sidomos, për shkak të fryrjes së gjallën, kanaleve hidrore të larta. Aty na krijohet një situatë, por shumë larg situatave që jemi mësuar me projektu aty, për shkak se sistemi kanaleve kullusë aty është komplet i bardhë nga bashkia. Dhe skuptohet që ka dhënë efektin e vet, pra për ta mbajtur atë, por sot me qyre që kemi bërë ne, ka rënë niveli për prapë kanalet janë të fryra. Ka një pjesë të Brinishit dhe pjesë të Dajqit që ka problematikë, po jo shumë serioze, Këtë është sfida një që ngjelet një problem të shqetësuese në duhet në gjendje zgjidhje e përgjithësisht aty më thonë që toka është në nivelin e shumë në nivelin siguro. Në plan, ne kemi në një situatë serioze, jashtë kontrollit dhe ishull, në Gocaj ka zona problematike, po në tale një, po nuk janë në situatë alarmante që kemi që të pa menaxhueshme. Dhe tash ne nuk kemi në situatë të pa menaxhueshme. E 1700 hektarë nga verifikimet e fundit, se nuk i ka prefekti akoma, ne kemi kalkuluar tani në legje 6 banesa me prezencë ujë, 25 stalla baktisë, 25 stalla të ushqimit të bashkimit të pative që janë në ujë. 23. Bëjmë kostën dhe të problematikës tonë, bëjmë kostën dhe të tjerëve, është si paset. Legja përveç asaj pasaj që ka shtoka që... Legja të nuk kemi, ka kohë që ne nuk delëm se të dhe është kontrolë. Për ashtu arginaturë, rasi arginaturë, s'ku prapë me kapë më ripin, me Vojnë e Kollimit dhe kemi qenë në kontakt vazhdueshëm këto ditë për të pa gjendje hidrovorëve, kanë qenë në funksion, nuk ka pasur një problematikë të tillë. Po tash duhet jemi konshient se na duhet të një evidentim akoma më i situatës edhe përse përket disa bllokime të kanale për shkak të ndërtimeve, ndura në kanale, duke bërë rrugë hyrje për në shtëpia, disa ndërtime mbi kolektor, disa probleme me pritje malore si thashë dhe jemi duke pa se ku do të ndërhyjmë. Dhe qa mund të amortizojmë. Po të marrim një rast prita që kemi bërë ne në Grytmën aty, ka dhënë një efekt jashtëzakonshëm. Ne si bashki kemi bërë një pritë aty që e ka amortizuar shumë prurin nga atje, sepse gjithmonë ajo pruri na ka afektuar, na ka qenë në një situatë shumë të vështirë në kohën e Kollimit dhe në qytet.